Ka shumë atë madhe se sa një garë politike, me madhe se sa një cikël, me madhe se një mandat, të flasë për bashkimin e së djathtës brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Kosova dhe LDK ka kaluar shumë kohë në ndarje, shumë kohë në zhurmë, shumë kohë në betejat vogla, ndërkohë që përpara nesh kanë qëndruar sfidat mëdha. E një vend i vogël si yni nuk e ka luksin më të humbë energjinë duke grindur me vetveten. Një republikë si Kosova ka nevojë për qetësi politike, për siguri shtetërore, për një drejtim të qartë, për njerëz që edhe kur mendojnë ndryshe e dinë të bashkohen për interesin e vendit. Dhe pikërisht këtë po e bëjmë dhe sonte, do ta bëjmë dhe nesër dhe shumë gjatë në kohë. Sot, në një kohë të re, ne po e bartim po të njëjtin mision politik si gjithherë, le ta bashkojmë Kosovën rreth një ide më të madhe se sa vetja, rreth një republike që nuk ndahet në tanët e të tyret, rreth një shteti që u përket të gjithëve, rreth një të ardhme që ndërtohet bashkarisht. Me krenari e me bindje të plot, dua të flas edhe për një grua të fortë, të drejtë, e me plot vullnet, dua të flas për kandidatën tonë për presidenten e 6, Vjosa Osmani Sadrio. E kam parë nga afër përkushtimin e saj ndaj Republikës, e kam parë këmbgullin e saj për të mbrojtur Kosovën, e kam parë vendosmërinë e saj për të mbajtur Kosovën gjithmonë në anën e duhur të historisë, në aleancë të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ka bërë këtë jo me ndonjë interes, por me bindje, sepse vizioni i saj është dhe vizioni ynë, është vizion rrugovist i Republikës Kosovës. Prandaj e them me plot mburrje, me plot krenari, me plot zemër e mendje, se Vjosa Osmani si president e Kosovës është zgjidhja e vetme për Republikën tonë. Dhe për fund, gra e burra, vajza e djem, njerëz të mirë të kësaj republike, ky rrugtim nuk është vetëm politik, është mision historik, mision për të përmbyllur atë që brezat para nesh e nisën me sakrifisë. Mision për të bërë Kosovën jo vetëm shtet pavarur, por shtet fort, jo vetëm shtet njohur, por shtet të respektuar, jo vetëm vend ku mbijetohet, po vend ku jetohet me dignitet. Juftoj për diçka të madhe, shumë më të madhe se sa një vot, juftoj për një zotim se do ta konfirmojmë orientimin tonë perëndimor e Euroatlantik, se do ta mbrojmë miqësinë tonë të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se do ta çojmë Kosovën në NATO e Bashkim Evropian, dhe se bashkë do ta bëjmë këtë Republikë të Kosovës, jo vetëm vendin që e duam, por vendin që e meritojmë fëmijët tonë. Unë jam Lumir Abdigjiku, LDK është shtëpia ime, Republika Kosovës është ëndra që kam, një ëndër për një Kosovë më të bashkuar, më drejt, më të zhvilluar, më të pasur, më të krenare. Një Kosovë që ecën me alatët e saj, që beson vetvete dhe që nuk e ul kur kokën para askujt. Prandaj sonte le të bashkohemi. Zoti e bekov lidhjen demokratike të Kosovës. Zoti e bekov Kosovën. Ju faleminderit shumë.
Si që do rendi në nduar trokitjet e mdhaja tuaja, leta presim, e mirë presim për një fjarë rasti, presidentën e 6 dhe të 7 të Republikës Kosovës, Vjosa Osmani Sadrio.